Ju flet Tirana, dham lajmet, harruat thoshi këta. Më nxori mallin e revistës televizive të zonjës Teft Aradi. Ore, po mirë, tani, shiko, o kreve se u fot me baltën, me lumin dhe ti nuk ju vjen qik turp ju, po turp para shqiptarve, nuk ju vjen? O e turp, kur dili pas qyr, kur thoni këto, nuk ju vjen turp? Po hajde pra, shkojmë lushit të dy dhe të shikoj se qa strukture ke. Kaq, turp. Sepse po të kishin një fije të cipe, thoshit, u boku po e pas kam lëshet e cin. Si rika mu këtu. O bobo. Hajde pra lushe, shikoj atje. Unë kështu kam qef që ti t'japësh televizit televizive, sepse lushnjat e din mirë se kur rinë atje. Edhe synet liqet janë rrallur atje, nuk mere më përsipër. Dakorta? Ajo e anestezis, se ta thonë miqe shok të tut, 6 muaj nuk punoj se nuk e gjiste njëri aparatin. Oj, me e deruar, oj, kuptoti që të turpimi. Ti sot ke një pacient për 57 ditësh lushnje, që mjekohet, rri atje, që nuk ka, gjoj këtu, frigorifer për të majt insulinën. E di apo jo? Se ka skadur 20 herë, vete blen vete, dhe akoma nuk përshërojt. Qoj pra në Tiranë? Aj diti se i ministrë tjetër e gjoj prezent, ta të regojnë atë ministri, po për efekt, merë ambulancën, nuk ishte ambulancën se një ishte Tiranë, një ishte në Fjerë, po vdiste kërë e botës restoran. Nuk vjen pra. Kujtë të regojnë ju këto, revisa televiziva, nuk e turp, po lushet hanë mi nga kam, në sut. Ska zgja, është kafshëri, është batërti që fatër infekcioni. Ka në qdo murë, do qatër për të hyrë. Kujtë të regojnë ju, po su vjetë, si shikoj një pasqyrë që i dili kalamajve tu, po keni të bërë me jetë njerëzish. Kjo që mënduri. Po keni tjetër ti. Një nga Korça sot që do të bëj, e ta them dhe emri, Dimitër që shkrua një gazetar sot, ka nevoj për aparat DSA, spinale, që së të e ka pajisje, po për 2 vjetës nuk e vën funksion. Turp! Por keni pa njësë në ekologjikë, orë keni qenë njëherë ju atje si ven njësë i rrinë, orë keni pas të jetë smur ju, po si ka mundësi si zvas ministrët e ju gjithë rakordoni fonde për t'i qurja shtetit, pse nuk e bëni të kjo meksia jonë? Po tur për ta dializë, po pse du t'i ki lushqarë që konfirmon me zërin tatë këtu ti, që 52 lushqarë i ki një asë lushqe për në marë shqipim dializë, ku ti i jep lek privatit. Qa lek që jep ti për rrugën aty? Nuk e turp? Asi lek s'majnë. Lëm punën prindrit e tyre, lëm punën njerëzit e tyre, djemë të vajzat, lëm punën për t'i qunë fjerë, edhe diti më të keqe që apet atje fjerë ka vedhë 3 fermjerë. Turp të dializa, ati privatit, haram lek të shqiptarve, se për skandal. Se nuk i punon pajisja e ujtë për të freskur ujtë që dun aparaturat atje. Ti të rekomu dializën. 52 lushlarë. Apo kujnë taksa këta janë njerës ta, pse më privatit vita bëjnë lushe, me që i pasi ka ishtë bukrat mjetër. Lushe ta bëjnë për 52 veta. Me 2 infermier lushlarë. Turp! Tregoni ju spitalet ne. Ne më rafdesi njerëzit, 90% telefonata unë i ka për spitale. Për spitale 90% telefonata. Tregoni lushin oksigjen, për e tani të shkurti. Po të dole pra një nalë që tash nuk ka asë një që fikë zjarën atje. E ti shkole nga mrabe bërë, për shtur pra. Po si ku të zonë del këtu i herë dhe thu, na tregoni visa televizivë, si ku të zoni? Ku që tregoni i lachet, lekse për i blerë vetë njerëzit vetë? Analizën konfirmojë për 20 ditësh. 20 ditë për një më janë 3 ditë. Me mikë, kur vete sa i mirë atje do t'ja bëjnë analizën. Dhe po tregoj një rast tim tani se kisha thënë se kisha bërë në herë politik, po ta them. Ka pasi humjet madhe njerëzore brenda familjes. Dakor? Një muaj gjysmë përpara ai merr urgjencë të shkollës i bie të fikt. Nuk gjen flushjes. I mbasi tensionin i bën e KG thot ikse s'ke gjë. Për një eko vdiq. Për një eko. Kaq. Sepse po t'ishte konstatuar me një eko, zemra zmadhur dhe ai 38 vjeç, do kështë shpëtur. E për kaq dish. Për kaq. Sepse kur mora uqërisë e shtatë më përgjishë Tirana, a që të soti, o jam deputeti, kam i rast, 38 vjeç për vdes, durora të marrë lushe, dy telefon. Që s'kjo mëre?
Do të marrë Tiranën të marrë Lushe, Lushe marrë i muat, më gjej ku jam. Në Lusje, që me dung fungi bie për 10 herë, Lushe se anë barë për 3 minuta, me dung fungën e plerave. Ju të regoni shëndetësit? Po ju keni që kafsh. Kur të mërës me jetën e njerëzve, më spati do të kesh dimshuri të jesh ministër. Po nuk mundet mërë. Nuk mundet të bëni kështu, nuk mundet mërë burë. Nuk mundet të shmik që të mash një të smur me kancer në spital. Do të shkruj ty të them që nuk kam nevoj për tender, po hape se ka për jetë njerëzore. Ty të kam shkruj. Për këta. Po pra që të shpëtojmë jetë. Jetë për jetë. Se për qa po flasim në sot? Dhe ti më thua dokra më... Po në s'kemi asgjë, nuk kemi asgjë, nuk kemi ashensorë, më orë të veshë pediatrin katë 4. Do të flasë unë, pse mërë do të flasë unë që të regullojt ashensorit paguin e lek spitali Lushës? Pse mërë prindi do të bëjmë me radhë nga 2 katë në 4 pediatrit? Po keni qemë në pediatri, unë e kam qufë fëmijën tim. Ore kanë shkur infermierët me mbaj laqin, farmacin, natën, vetëm se nuk të regonin dot që s'kishte, se ishte djali deputetit imi, po tjerët. Po tjerët, more. Unë e maroj hallat e mia, unë, dhe gjithë ju këtu i maroni hallat e juja. Edhe për tjerë. Po nuk njofën deputetit, qa do bëjnë njerëzit? Ama qa do bëjnë njerëzit, po nuk njofën deputetit, qa do bëjnë? Se janë me skatë të rrugve. Vetëm i gjerë ku marrë spital, Allah, po i ke vetëm për spital. Pse mërë duhet tjetë spitali Lushës, që në bërë kaqe, po mati me gjitha ta spitali që ajonal, ato shifra. Me ato shifra të tuja, a ka më shumë se shumë spitali tjera ajonal? Pse nuk e kemi ne shansit që me spitali ajonal që ka qenë Lushë dikur? 12+1. Pyte doktor Tritani, dhe nuk është e vërtet që godinët i ke parë në 90-ës. Asjes është e vërtet. 2 godinët që ndorë si pediatrin, si kirurgjik, te që u pësot e ke 2007-ës. Por i konstrukton më të rend, i ke lërë ato më të vjetër pa bërë. Kujt i tregoni më burë, pa hajde më burë ati, shikoni skaneri, ku pëtë sot skaneri. Hajde shikoj morgun, dhe jesi njerët aty mrapa, se është ka shëris ferë. Po e keni pari ambulancët e Lushës? Ha më flisni, po hajde më shikojni, ambulancët e Lushës. Shërbimin, ku na tim kur vdiq, dhe 1 orë gjysë për të marrë i drejtori para këtit, për të marrë gjenazen nga rruga. Ama se rritë drejtori, gjithë jeni të shpital, 1 orë gjysë, rritë gjenazen të shpis nuk vitë ambulancë nga merte. Që ta qonë të në morgë, ku na tim. Po tjerët, more. E ju të regoni me iksit? O do të bëni këtë vend, po të patë rëkoni falje, i thoni, o mikë, Lushe që ka patër di, po hajtë shikoj se s'është fa jotë, se nuk e ti që të në dhjetër aty. Po të regosh mua t'i ditë pishi latë. Se si puna sa o Gerta më nësi liu dhe, pse për qa punojnë ne? Ha, për qa punojnë o Gerta? Për qa punojnë e vici? Për qa punojnë Libekta? Për të vjedhur? Ja për këta punojnë. Për të lidhë kontrata me privat, për të qurë njëzën e privatët. Nga kardiokirurgjia, neurokirurgjia, tjerë me radhë. Se ajtë se këtu ka infekcion të regullojët e atje, do 8.000 euro. Pse do të bëj bypass kur mund ta bëj Tirana? Pse? Pse more? Pse do të vej atje t'ja bëj pas dite? Te spitali X apo Y? Pse? Ne themi kemi shëndetësi falas, nuk është e vërtetë që kemi falas. Paguhet më shumë. Ju dini sa mira njerëz vrat me Covidin, vrat. A paguan njerëzit i mësoj kush ka ju lek t'i ilaçe që blen njerëz me Covidin? Morë kredi me nga 4-5 milion lek, po qa po flisi gjuna? Ju po tallën me këtë njerëz. Dhe mua, sot, me që kujtove komikun parlamentar, ma kujtove dhe një tjetër, një karakat slak këtu mrapa, dhe i pa shtylla si i kishte. Unë sot vetët e spitalit i Lushës dhe të presë, dhe të kërkosh falit gjithë dhe tyre që janë shtruar atje, tu japësh fjallës si përveç godinës qëndrore, të rishikosh statusin e spitalit Lushës, të japësh lekët shtesë, shoferave të ambulancës s'kanë guxim të flasin, më heqës patronazhistët nga puna, po të qosh njerëz se bën detyrën, dhe stafi mjekësor, nota 10. Nota 10, mjekët dhe infermierët. Pse? Se në ato kushte asë kote në verit nuk është vizituar. Nota 10 se majnë përgjithsin
bën një vizitë pa aparate. I ka fal Raiffeisen Bank, e kuptoni ku erdhëm, vjen ministri dhe inauguron një aparatur të falur nga Raiffeisen, se nuk pas ka 30.000 euro me pagu shteti, po shteti pas ka falimentuar. Ka falimentuar. Qa të regoni për spitalet? Po mirë, pyetini njerëz, më shkoni të spitali për një sy sot njerëzit. Shkojmë në gjithë spitalet. E keni si këtë qendra shëndetësore ambulancë brenda shkollës. O e ke dhe komsh në qendra ambulatore me i vend. S'ka rrjetë energji elektrike, asuj qendra shëndetësore 2 me 2. Pse flisni më burë dhe? Kërkoni falje atyre ronjve atje, mjekve, infirmierëve dhe njerë. Pa tjetë më në presin ata, rrinë shikojnë kështu se mos bërtet, kur desë robi se mos bërtet deputete për tjetër, jo më se kim me tane. Nuk i kim me tane, e dini që më shumë nuk punoj, e dini që aparati grafie, se theti këtu të bëj aparat grafie. E di që aparati grafie kiti akoma me plak, do dali fotografi dale, pritë se duhet sa të lahet. Edhe nuk duke, ta është roba më kafsh. Po e pa një këta mjekët që janë tu atë të konstatoj broko plomërni ftovin, po nuk di që të them. Hale. Uaj, nuk i keni pa fjonet apo jo si janë. Po flisë janë se për të mirën e këtyre njerëzve po flasim. Se gjithë shpitone kanë tregullur dhe unë e kanë tregullur. Po jo njerëzit më burë. Po pse më të marrë deputeti qanë urgjenca 127-a? Po lere mërë 2 patronazhistë që i njovi lusha ata din, e kam heqe po jo dhe balë dhe syrit unë. Ka kam kusurit 7, sa e kam numre bregve. E di patronazhistë, po lere se ti identifikojnë se ku është halli lushje. Që të vinë, ato me staf kullu ambulancë, dhe një ambulancë aty e sollën ambulancë me gjithja prap donacion, dhe ambulanca verë dhe lushjes, me motor digur i bet motor këtu, tur. Po edhe krevatet e urgjencës i sollën donacion kisha tur për ju. Që vini dhe inauguroni me kisës në xhamia çaj u fal. Tur të gjërët që ka varrit ky shtet. Keni një drejtor, po losni me bukën e kalamajve të njerëzve patronazhistë që kanë ngel Shqipëri. Se tjetë kur kishte 2 fare ta kat iku. Iku mëse nuk rrihet me këtë vend, se ku të smoret kalamaj, unë di 10 veta që kanë ikë në Romë, te babini Gjezu. Për hap me emra pëtoni, dhe patronazhistë. Dikur. Mësus, shkatrun jetën, ikën, se nuk bërin dordërman në Shqipëri. Dhe këta e dini ju fakt, e dini gjithë. E dini më gjithë, e dini gjithë. Dhe kjo është turë më burë. Po të paktën, kërkoni falje. Paktën thuaj, do të bëjmë. Do të bëjmë në fund viti, po këtë do të bëjmë fund viti. Po që kemë ven atyre për në bërë, edhe më tregon ti mu humorin parlamentar. Po ti u bën humor me jetën. Ti u bën me humor me vdekjen. Edhe unë s'bëkam humor parlamentar. Po ju keni kaq vite që talli bëthëm me shqiptar. Edhe unë nuk bëkam humor. Po çfarë do të bëjmë me ju? Çfarë do të bëjmë me ju se njerëzit shkelin për ditë? Thjesht ju transmetoj atë që shkel për ditë robin lushje, ja transmetoj para ekranit. Asgjë më tepër. Asgjë më tepër. Dhe ju keni parë si është lushje. Hajde të lagjet atje në lushje që ju e një gjithë atje, falin të Varreza. Edhe unë kam komandanti batalionit Dajnë më plakës atje. Zvetë unë atje se është fest komuniste në majtë 50 vjetë. Dhe shishtë një mezin a fusin në Europë, ju që 50 vjetë a pitë gjakun, mua e familjes time. Po si mërë mu të bëni ju këta? Po më burre të një zdashkemi në integrimin. Europë skeptik të tjetëri. Qështë e Europë skeptik? Nga Europë skeptik. Po ne pa atë fjallë e li pa të euroskepticizmin kundra jush, se ishit ju kundër Europës dhe botës, u futën burgmër, bën vite. 39 vite të rrim, vjerrim. E ti sa 39 vite të rrim, apo jo? E s'ka marrë lekët akoma të rrimit. 39 vite, o mi ka lini të rrimit në nusje ime. Ka që për ka që flisë ju të një. Ma fusti ju në Europë, si me në futi në Europë? Tu është për të futi në grop, jo në Europë. I kërkoni falje shqiptarve, i kërkoni falje lushjarve. Se jeni gjysma qeverisë. Ka qenë delegur dhe aty lushje dhe meriton respekt paktën për spitalin, paktën për atë tjera dhe tjera me radhë.